Si të manifestosh bollëk, pasuri, dashuri dhe shëndet me numrin 888, rituali I plot I 8 netëve që ndryshon jetën. Përshëndetje të gjithëve juve që po kërkoni ndryshim të vërtet në jetë. Sot do të zbulojmë bashkë një nga teknikat më të fuqishme të manifestimit që kam hasur ndonjëherë, teknikën e numrit të engjëjve 888. Ky numër nuk është thjesht një sekuencë shifrash, është një kod universal I bollkut infinit, I pasurisë që rrjedh pa ndalesë, I dashurisë që plotëson shpirtin dhe I shëndetit që na bën të plotë. 888 përfaqëson pafundësinë. Imagjinoni një shenjë që kthehet 3 herë: pasuri materiale, pasuri shpirtërore dhe harmoni mes tyre. Engjëjt, universi, energjia kozmike, si ta quani ju, na dërgon këtë numër kur jemi gati të marrim më shumë se sa kemi kërkuar ndonjëherë. Kjo teknik kombinon shkrimin e qëllimshëm, përsëritjen, vizualizimin, ritualin e natës dhe veprimin në botën reale. Nuk është magji e verbër, është bashkëpunim me universin. Dhe sot do ta shpjegojmë pikë për pikë, me aq detaje sa të mund ta bëni menjëherë pas videos. Miqtë e dashur, para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sone. Le të fillojmë. Pika 1. Materialet e nevojshme, pse çdo detaj ka rëndësi. Le të flasim për materialet. Ju duhen vetëm 2 gjëra bazë, një letër dhe një stilolaps. Por le ta bëjmë këtë pjesë magjike. Përdorni një letër të pastër, të bardhë, simbol I fillimit të ri, pastërtisë së qëllimit. Nëse doni ta fuqizoni më shumë, zgjidhni letër pak të trash ose pergament të imët, si letra artizanale. Shumë njerëz preferojnë gjethelari sepse në traditat e lashta, dafina është simbol I fitores, mbrojtjes dhe dëshirave të realizuara, por le të qëndrojmë te letra për thjeshtësi. Stilolapsi. Përdorni një ngjyrë që ju frymëzon bollëk, jeshile për para dhe rritje, ari ose argjend për pasuri luksoze, blu për qetësi emocionale. Shmangni të zezën ose të kuqen e errët sepse ato mund të bartin energji më intensive. Pse ka rëndësi? Sepse kur zgjedh materialet me qëllim, ti tashmë po I thua universit, unë jam serioz. Unë jam gati të marr. Kjo është hapi I parë I angazhimit emocional. Pika 2. Shkrimi I dëshirës, si ta formulosh që universi ta dëgjoj menjëherë. Kjo është zemra e ritualit. Shkruaje dëshirën qartë, në kohën e tashme, sikur tashmë është e jotja. Shembuj, në vend të dua të kem para, unë jam I bekuar me bollëk financiar që rrjedh lehtësisht drejt meje çdo ditë. Në vend të dua shëndet, trupi im është I shëndetshëm, plot energji dhe vitalitet të pafund. Në vend të dua dashuri, unë jam I rrethuar nga dashuri e thellë, e sinqertë dhe reciproke që më plotëson plotësisht. Nëse dëshira është e gjatë, si një paragraf, shkruaje vetëm një herë, me gjithë emocionet. Nëse është e shkurtër, një fjali, shkruaje 8 herë. Pse 8? Sepse 8 është numri I pafundësisë, I ciklit të plot, I karmës që kthehet shumë fishuar. Përsëritja 8 herë krijon një valë energjie që amplifikohet. Ndërsa shkruan, ndjeje. Mos e bëj mekanikisht. Mbyll syt pas çdo rreshti dhe imagjino ndjesinë, si ndihesh kur ke paratë, kur je I shëndetshëm, kur je I dashur. Lotët, buzëqeshja, lehtësia, lëri të vinë. Kjo është ajo që e bën manifestimin të fuqishëm. Gabimet e zakonshme, shkrimi në të ardhmen, do të kem ose me mungesë, nuk dua më varfëri. Universi dëgjon atë që ndjen më shumë, kështu që fokuso te bollku, jo te mungesa. Pika 3. Numri 888 në anën e pasme, sekreti I fuqisë numerike. Ktheje letrën dhe shkruaj 888 me shifra të mëdha, të qarta, të fuqishme. Mund ta shkruash në qendër ose në të gjitha qoshet, por bëje të madh, të dukshëm. Pse 888? Në numerologji, 8 baraz me fuqi personale, sukses material, cikël I plot. 888 trefishin I kësaj energjie, bollëk financiar, emocional dhe shpirtëror. Është numri I flow të pafund, ku energjia kthehet tek ti shumë fishuar. Kur e shkruan, thuaj me zë, 888, unë hap dyert e bollëkut infinit.
faleminderit që po më vjen tani. Kjo e ngarkon numrin me qëllimin tënë. Pika 4. Rituali i natës, 8 net magjike para gjumit. Për 8 net rresht, para se të flesh, nxirr letrën. Lexoje dëshirën 8 herë me zë të lartë ose në mendje, ngadalë me ndjenjë. Mbyll sytë dhe vizualizo për 2-3 minuta, shi veten duke jetuar atë dëshirë. Ndje erën e parave të reja, prekjen e dorës së dashurit, energjinë e trupit të shëndetshëm. Pse para gjumit? Gjatë gjumit nëna jon, subkonscienca, është më e hapur. Ti po programon mendjen për 8 orë me këtë frekuencë. Është si të flesh mbi një valë 888 bollëku. Pika 5. Veprimi i përditshëm, shtimi 888-ve. Çdo ditë nxirr letrën dhe shto një 888 të ri pranë atij të mëparshëm. Pas ditës së 8 të do të kesh 8 copë 888, një fuqi numerike 8 fishë. Ky veprim i vogël ditor është simbol i angazhimit të vazhdueshëm. Universi sheh që ti nuk je duke pritur pasiv, po e ushqen dëshirën çdo ditë. Është si të mbjellësh fara dhe t'i ujitësh çdo mëngjes. Pika 6. Vendodhja, fuqia e jastëkut. Mbaj letrën nën jastëk ose brenda këllëfit. Jastëku është afër kokës, afër trurit, afër ëndrave. Gjatë natës, energjia e 888 dhe e dëshirës suaj depërton në fushën aurike dhe në ndërgjegje. Shumë njerëz raportojnë ëndra të qarta, shenja dhe sinkronicitete pas kësaj. Pika 7. Mbyllja e ritualit, dita e 9 të momenti i lëshimit. Në ditën e 9 të pas 8 netëve. Opsioni 1, më i fuqishëm për shumë njerëz, digje letrën me siguri në një enë zjarduruese, shiko flakët dhe thuaj, faleminderit univers, kjo dëshirë tashmë është realizuar. Lëshohem plotësisht. Shpërndaj hirin në erë ose tokë, simbol i kthimit tek burimi. Opsioni 2, palose letrën dhe mbaje në portofol, përpara, në ndyshek, për dashuri dhe shëndet, ose në një vend special derisa të manifestohet. Të dyja funksionojnë, zgjidh atë që të ndjen më mirë. Pika 8. Këshilla kyçe dhe fuqizime ekstra. Përdor qirin jeshil, përpara, të bardhë, për pastërti, roz, për dashuri. Ndis para ritualit dhe fik pas vizualizimit. Vajra esencial, kanel ose portokall për bollëk, livando për qetësi. Më e rëndësishmja, veprimi. Shkrimi është fara, por veprimi është uji dhe dielli. Nëse do para, kërko punë, kurs, investo. Nëse do dashuri, dil jashtë, buzëqesh, komuniko. Universi bashkëpunon me ata që lëvizin. Gabime për t'i shmangur, dyshimi gjatë ritualit, mos veprimi, ndryshimi i dëshirës mes rrugës. Përfundim. Ky ritual ka ndryshuar jetën e mira njerëzve sepse kombinon mendjen, emocionin, veprimin dhe sinkronizimin me energjinë universale. Provoje për 8 net dhe ktheu të më tregosh rezultatet. Nëse të pëlqeu, bëj like, subscribe dhe aktivizo zilen. Universi po të dëgjon tani, shko dhe shkruaj dëshirën tënde. 888 bollëku yt po vjen. Faleminderit që ishe këtu. Shihemi në videon tjetër.